Përshëndetje të dashur miq, si të sajojmë një vakt me 2 euro. Këtu kam sjell supë me hithra ose krem me hithra. Super e shëndetshme. Aty ku zjeva shpargut që përgatitëm omletën, fritatën që keni pa më parë, ujë është i kriposur, zjeva dhe hithrat. Sa i dash një val 2-3 minuta. Në një ndigan 3 kokra qep, 2 thelpin hudhër, sa i skuqa pak dhe i dash një val me ujë që zjeva hithrat. I hedhim në një mikser, i bluajmë si qepën edhe hithrat, i hedhim në të njëjtën tenxhere, 2 lugë gjelle me miell misri, ky është miell misri kualitetit parë, më pëlqen shumë, nuk e ova patate, mund t'i hitni dhe patate. I japim një val derisa të trashet kremi hithrave dhe në një tenxhere skuqa pak gjalp, një lugë kafeje me paprika të ëmbël, speci kuq, e ja hedhim sipër e kur thot Teli çat ta hash me sy. Si për shijen, si për syrin, shikoni sa pjatë e bukur, plot jetë e plot shëndet. Ju përshëndes. Ciao ciao.